Bashkia e Madhe e Pogradesit, konkretisht njësia administrative Buqimas, ka nisur punën e plugimit të rërës së breg liqenit të Ohrit nga rezidenca qeveritare në Pogradec e deri në fshatin turistik të Tushemishtit. Pasi u pastrua sipërfaqja e liqenit nga algat që nxjerrën në breg ai, sot është bërë plugimi i rërës dhe nesër do të vijohet edhe me lehtësimin e sipërfaqes së saj. Ka disa ditë që vijon puna në vijim breg liqenore nga rezidenca deri në Tushemisht. Është bërë disa herë pastrimi i leshterikëve që nxjerr vet liqeni. Kemi bërë plugimin edhe herë të tjera. Kemi filluar prap plugimin e rërës. Do filloj edhe pjesa e lesës për t'i hequr ato barrat më pas. Puna do vijojë çdo ditë edhe me pastrimin në vazhdim derisa të mbyllet sezoni turistik, që pushuesit kenë një plazh sa më të pastër dhe të ndihen sa më komod, të kalojnë pushime të këndshme si në qytetin e Pogradecit, po ashtu edhe në vijim breg liqenore që vijon deri në Tushemisht. Aktualisht, kjo nisëm po përshëndetet nga pushuesit e shumë që kanë zgjedhur këtë pjesë breg liqenit për të bërë plazhin e tyre.